Sistemi shëndetësor publik në Shqipëri në ditët e sotme ende nuk ka arrin të ofrojë të gjitha trajtimet specifike për fëmijët me sëmundje të rënda dhe të ralla, ndaj dhe shumë familje detyrohen të përballojnë vetë kostot e larta të kurimit brenda apo jashtë vendit. Për këtë arsye, prej ditësh në Korçë, Ardit Konomi, përfaqësuesi i shoqërisë civile, ka ndërmarrë nismën për krijimin e një ligji që shteti të mbështesë financiarisht trajtimin mjekësor të fëmijëve, në rastet kur këto shërbime nuk ofrohen nga sistemi shëndetësor publik shqiptar. Në mbështetje të kësaj nisme, përfaqësuesi qendresës qytetare Miguel Qeraxhi, në një takim koordinues, thekson se puna për krijimin e një ligji të tillë pritet të shmangë burokracitë e gjata dhe procedurat që shpesh rëndojnë qytetarët. Një kuadër ligjor i cili shkurton kohën dhe afatet që ndihma e shtetit duhet të shkojë tek i pamunduri, 2 të shkurtoj procedurën dhe burokracinë, 3 të vendos transparencën maksimale mbi procesin dhe përfituesit, dhe 4 të përcaktoj një fond për të gjitha rastet të cilat jetë i dedikuar për ta. Nga ana tjetër, avokati Ajvi Smiço i bën thirrje të gjithë shqiptarëve të firmosin peticionin që projekt ligji të shqyrtohet në parlament. Duke qenë se nevoja e mjekimit të fëmijëve, sidomos në rastet kur kujdesi i shëndetit publik shëndetësor pra shqiptar nuk i ofron, jo se nuk do, por është në pamundësi për t'i ofruar shërbimi shëndetësor për shkak të mungesës së mjekëve, të specialistëve, të logjistikës, të diagnozave, shpeshherë, domethënë pra nuk arrin të diagnostikohen sëmundjet, atëherë në këto raste pamundësia të trajtimit të këtyre të kësaj lloji sëmundshmërie, patjetër që është e nevojshme që këto të kurohen në ato klinikat posaçme jashtë shtetit ose edhe brenda vendit, nëse ofrohen nga shërbimi privat. Deri më sot praktika ka treguar që shumica, mos them pothuajse të gjitha rastet, flas për fëmijët, kanë shkuar në mbledhje, në fushatat e mbledhjes së fondeve, dhe shpeshherë kjo ka qenë edhe pamundur, duke çuar edhe në raste fatkeqe dhe fatale për fëmijët e sëmurë. Organizatorët theksojnë se kjo është një përpjekje për të garantuar akses të barabartë në shërbimin shëndetësor për çdo fëmijë, pavarësisht mundësive ekonomike të familjes së tij, pasi për shumë prej tyre kjo do të thotë borxhe, pamundësi financiare dhe shpesh humbje kohe për jetën e fëmijëve.